Të gjithë dim që gjithë shtëpia është në nominim dhe normal për llogaritjet e nominimeve bën kështu, ti e merr top 5 më pak aktive brenda shtëpisë dhe konsideron kush nga këta më pak aktiv, vetëm që gjithë shtëpia është nominim, mund të dalë. Pra e marrim më pak aktive dhe duke u bazuar në fakte. Fakti i parë, Jasmina nuk bjen as klikime e shumë rrallë është në për video të postuara të Big Brother, pra kjo konsiderohet që është personi top 1 i top 5 është më pak aktiv dhe më pak të rëndësishëm brenda asaj shtëpie. Pas sajna, me njëherë pas Jasminës, unë personalisht e kisha rendit Hygertën, por mbetet juve ju me bo renditjen. Pas Hygertës e kena kushtrimin, dhe pas kushtrimit e kena Sasën. E pas Sasës, unë personalisht kisha thonë që në atë shtëpi bashkë kur gjë heq nuk bën arditje. Tani, unë s'po du më përzi ma shumë të kjo, po du më jap faktin kush është kurbani sonte dhe pse ka me funksionu prajmi me kurban. Kur u rikthyet Toni në Big Brother, i thanë, ti do të rikthehesh, por do t'jesh në nominim të përhershëm. Pse bën këto, nuk e di. Por logjika do të çonte me thonë, kurban do t'jetë Toni, nga që për me mbyll atë historinë e gabimeve që i bënën, i thanë ti do t'jesh në nominim të përhershëm dhe sonte do të nxjerrim. Pse funksionon kjo logjik? Sepse ti qysh mund është ti personin ma pak të vëtum me nxirr jashtë, me kthy në shtëpi dhe me thonë peqes nominim përhershëm dhe me prit që fiton personi ma pak i nominum, apo jo? Kjo është logjika që ndiqet mrapa. Mirë po, unë personalisht menoj që dikush tjetër, një figurë që hiç ju se pritni, ka me kon kurbani. Fatkeqësisht, janë të informata që i marrim dhe nuk na lejojnë shumë mi përdor. Nuk më ime a përmenanin, po flasim, po kalojmë edhe të një info tjetër shumë interesante. Ende e pa vërtetuar totalisht, flitjet që para 3 jave në dhomën aty ku i kanë robat, është gjetë një telefon i Albes nga labinoti i ri dhe Bia. Dhe klipet e asaj dite gjitha me labinotin e ri dhe Bien tek aty ku i kanë robat, janë heq. Shtrohet pyetja, nëse ka pas telefon me veti, nëse e besojmë këta ende pa vërtetuar, me kë po bisedonte Alba dhe çfarë bëri që telefoni i saj me ndryshu Alba qasjen.